thash me 12 janar Bashkimi fitoi duelin Sezai Suroj 84-73 pas një shfaqje fantastike dhe double-doublit monstruos të McKinnisit, i cili sonte mungon 24 pike, 20 kërcime. Fenomenal në atë duel ishte edhe Wendell Green me 20 pike, 8 asistime, ndërsa nga banka rezerv Ungrit Valon Bunjaku me 11 pik. Helens po ashtu në atë ndeshje, Helens që mungon sonte, luajti me double-double, 23 pike, 10 kërcime. Çdo gjë e gatshme për duelin shumë të rëndësishëm për të dyja skuadrat. Topi i parë për Bashkimin, Green, e porton atje. Shpejt lëviz topi, Williams Morinën, lufton atje Sinani me Kopsin. Gjitobo, kemi një mismatch atje, Sinani lufton, topi vjedhur atje, edhe një sekund në qintat e fundit, Juan Wendell Green lufton atje Zeqiri. Kërkojnë rishikimin e këtij topi që në start. Trajneri Janković, të shohim se kush e kishte dëbuar topin. Sfida ishte suksesshme, topi do të jetë për Bashkimin. Kops për Zeqirin. Green. Tentim për 3 piki Zeqiri, topi hyn e der mirë, po Morina me kërcim në sulm. Edhe një kërcim i sulm i dyti për skuadrën e Bashkimit. Green, pick and roll me Kopsin. E nxerr topin në kënd atje te Morina, i cili tenton, nuk realizon. Topi në duar të Gjitopos Don Poloshka. Përballë ka Greenin. Anderson në kënd atje, shkon me pick and roll. Vonoho Gjitobo. Anderson i krijon vetes hapësirë, tenton, nuk realizon. Të dyja skuadrat e heshtura në këtë minutin e parë kanë huqur tentimet e para. Kops. Poloshka është pranë Altin Morinës. Kops për pick and roll, ish mangët pick and rollit atje Poloshka, mirë po kemi një mismatch i vetmuar në kënd. Opa, bukur lëvizje, bukur mashtruese Greenit. Mirë po dhe mbrojtje e mirë Andersonit. Mbrojtje fuqishme e skuadrës së vllaznimit. Me marrje po mduken të motivuar me mungesën e Hellemsit, i cili e mori lajmin për mos loj disa orë para fillimit të ndeshjes. Ishte handicap i madh, por si duket i pas ka motivuar bashkëtarët e tij për loj. Po shohin një vllaznim me një mbrojtje shumë të mirë në fillim. Arjan Azemi tenton për 3 pikë dhe në tentimin e parë për treshe realizon Azemi për përsim fillestare prej 3-0. Green deporton derën në fund. Është fauli Arjan Azemit. Arjani, cili realizoi 3 pikëshën, shkaktoi faul ndaj Greenit. Greenit, cili ka një efikasitet prej 80% nga vijagjuajtjeve të lira, është një realizues i sakt i penaleve. Herën e parë është efikas për Tremeni. Edhe herën e dytë realizon për të afruar rezultatin 3-2.
Azemi përballë ti Morina. Ju kujtohet në atë duelin pas një incidenti të dytë ndërshkuan me gabime teknike. Pas fillimisht Morina për shkak faullit jo sportiv dhe teknikës u përjashtua, kurse Arjan Azemi pas asaj teknike u ndërshkua me edhe një teknike tjetër, lufte Gjitobosi, cili atje kërcen nërsun, realizon për 5-2. Pastaj edhe Azemi ishte përjashtuar për shkak të dy teknikeve. Azemi për Polloshkën sonte i disponuar, i shpejt atje, në thellësi të Andersoni, i cili kërkon kontakt gjuan, nuk realizon, ishte i penguar nga Williams. Morina, pick and roll atje, Eric Coates 2 herë depërton, i fundit me këmbë luajti atje Gjitobo. Duhet të kthehet ora, po, në 14 sekonda. Dhe boj topin jashtë fushës me këmbë Gjitobo. Williams. Tentimi Williamsit për 3 pik, tentoj nuk realizoj mirë, po edhe një kërcim në sulm, nëse zgaboj është ky i treti. Po, kërcimi i tret për Bashkimin, nërsa ndalet atje Lejson Zeqiri. Edhe njëherë. Kjo ka qenë faul. Do të rishikojnë situatën, ka të drejtë Sasha Jankovic që e kërkoj. Pas rishikimit disa herë vendosën se i fundit me to pas ka lujt Lejson Zeqiri, e patë edhe ju vetë situatën, pra nuk referuan faul, por vendosën se është out, atje e vjedh këtë top Green dhe Lejson Zeqiri, lirisht mund të themi, e patë edhe ju vetë me të vërtet është bë ma e tepërt me i komentu referimet dhe vendimet. Qfar tentimi, qfar shënimi nga Eric Coates me këthim 5-4. Don Polloshka në toka atje edhe pse ishte me pressing i penguar, e shpëton këtë top. Pick and roll me Gjitobon, Gjitobon vonot me u fut në brendi. Nuk po e përcel si duhet Polloshkën dhe po e vonon. Wendell Green depërton e kthen topin të Lejson Zeqiri, cili lanson dhe treshën e qillon për 5-7 e përsia e par e Bashkimit. Kemi një serit prej 5 pikve tani. 5-7, treshja pare Lejson Zeqirit, aty depërton Azemi, bukur. Parazon rezultatin në 7-7. Loje niveluar në start. Nga një treshje se blokada tje Greenit, ja teron Gjitobo. Azemi, lëvizje bukur, mashtruese. Faul ndaj Arjan Azemit. Zeqiri
Ja, edhe një herë treshja e Lejson Zeqiri. Këtu largohet nga loja Morina. Në loj për herë të parë sonte Bunjaku. Topi do të arrivëhet nga anash të bashkimi. Pra me 3 pikë më efikasi Lejson Zeqiri, në anën tjetër me 3 pikë Azemi. Bukur Azemi, ka fat Don Poloshka me tentim për 3 pikë, nuk realizon Williams. Bukur prapa shpinës dhe personale e Arbër Sinanit. Edhe një herë i Porsa Arturi, fundori Amerikan, i cili luan në pozitë të playmakerit, por edhe fundorit realizues Dirk Williams. Javën e kaluar pati një shfaqje fenomenale me 16 pikë dhe 4 kërcime. Rezultati mbetet i barabart. Azemi e pret Gjitobon në mënyrë të palejuar Azemi gjatë deportimit. Lojtari me numër 11, Randall Green, e ka ndalë në mënyrë të palejuar Arjan Azemin. Ja bori Lorskonson, atje Randall Green Azemit, i cili do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Arjan Azemi, i cili ka një efikasitet prej 75% nga vija gjuajtjeve të lira në këto 18 ndeshje që i zhvilloi deri tash. Herën e parë sonte është i pasak 5 pikë të Azemit, lider i skuadrës. 5 pikë nga 7 të vllazimit deri tash, edhe 4-4 deri në fund çerekut parë. Herën e dytë realizon Azemi për të kaluar përsëri vllazimin e përsi minimale prej 8-7. Green për një pozitë të vështirë lanson dhe treshën e dytë treshte realizon pas Zeqirit. Tani edhe Green me 2 treshe të një pas njëshme e mbajnë ritmin lojtarët e bashkimit. Sinani, mbrojtje mire Bunjaku të Grini, prapa shpinës atje. Edhe Zeqiri. Shënimi nuk pranohet pas këtij tentimi për të ngulitur edhe Kacavarjes në kosh. Ja, kjo nuk lejohet pas tentimit të huqur. Kacavarje, e cila ja mundësoj shënimin e 2 pikëve, e anullojnë koshën. Sinani, Poloshka, kushtyja atje Sinani nga Zeqiri. Apo në fakt ka shkelur këmbën. E ullë trajneri Sasha Jankovic Lejsonin për ta push. Sa bukur nga ana e kundër, të gjithë mbetën në gjumë. E shfrytëzoi këte, u katapultua në brendi Anderson për të barazuar rezultatin në 10-10. Do ta kemi Max Smithin në lojë për herë të parë. Jankovici deri tash ka luajtur me 8 lojtarë me zëvendësime, po i pushon lojtarët, po e ruan freskinë e tyre. Gjitobon në anën tjetër, Sharin po luan me 5 e njëjtë. E kjo sigurisht mund të ndikoj më vonë. Sinani, bukur atje nga ana e kundërt e huq, thot se e kam prekur tabelën. Sinani reagon, loja vazhdon. Samir Zekici për Greenin, nuk tenton. Kemi një mismatch atje, Zekici me Poloshkën, i cili shkakton faul. Natyrisht e kishte vështirë pas këtij ndrimit të gabueshëm të lojtarëve mismatch të ndalë Zekicin. Edhe njëherë këtë deportim fantastik i Trey Andersonit për barazim të rezultatit. 3 minuta të deri në fund çerekut të parë.
Max Smith për Valon Bunjaku një vetmuar tenton, topi hyn e del, I kthehet në duar Azemit. Poloshka organizon sulmin, e pret në gjysmë fushë atje Green. Tregon me dy duar, keni kujdes në blokada Gjitobo. E pason dhe ik në anën tjetër, bloki dy fish për Andersonin, betët I vetmuar e shfrytëzon këte. Mirë po Gjitobo I shmangët pas ti kërcimi në sulm të Arjan Azemit për 12-10, një aksion mirë I organizuar I vllaznemit. Green tenton për 3 pik nga çfarë pozite, treshja e tretë e Bashkimit në çerekun e parë, nga çfarë pozite realizoi atje Wendell Green. Lojtari me numër 3 është Max Smith, ai I cili posa hyri në lojë dhe shkaktoi faul. %% efikas për treshe është Wendell Green, ja, kjo është faulli Max Smithit ndaj Andersonit, dueli dy tresheve. 8 pikë të Greenit nga 13 që I ka realizuar Bashkimi. 100% efikas për 3 pikë, 2 tentime, 2 treshe, edhe nga vija gjuajtjeve të lira, 2 herë tentoj dhe 2 herë realizoj, mirë po, për 2 pikë, nga 2 tentimet e ti, kuqit e dyjat, do të kemi edhe një rishikim. Pas rishikimit kishte aty ankes nëse ishte treshe apo dyshe, mirë po ishte larg visë 3 pikshit nga aeroplani u pa se është treshe Wendell Greenit. Në anën tjetër patën duelin e dy lojtarëve me numër 3, Max Smith I cili e ndali në mënyrë të paljuar Trey Andersonin që sonte e merr detyrën e liderit, shikuar edhe me mesatar në pikët të realizuara pas Hellemsit, edhe ashtu është koshashënuesi I dytë më I mirë në skuadrën me mesatare prej 14 pikëve, 6 prej 6 kërcime dhe 2 asistime Trey Anderson edhe një herë. E shohim, ja pra kjo është treshja e parë e Greenit, pas cilës realizoi edhe të dytën. Në anën tjetër Max Smith aksioni vazhdon 14 me 13 aktualisht. Një pike përsi vazhdimisht po ndron e përsia të dyja skuadrat. Një betejë e madhe jashtëzakonshme ashtu si edhe kemi para lajmëruar se do të jetë kjo ndeshje. Gjitobo e pengon atje Kopsin. Giganti Jason Gjitobo 211 cm është më I lartë se Eric Kops 5 cm. Bukur atje luftojnë dhe mbyllin Kops. Anton Walker është një ndoshta X faktor në këtë duel sonte. Çfarë topi I vjedhur atje nga Gjitobo. Azemi për Walkerin I cili lufton, topi të Zekiqi përfundon Green të Smith. Smith nuk ja pason atje Bunjakut, por asiston të Zekiqi për të rikthyer përsin të Bashkimi. 14 me 15 po him në 60 sekundat e fundit, dal nga dal. Topin e ka dëbuar Smith. Do të kemi zëvendësim, Williams do të kthehet në lojë. Green për herë të parë sonte del për të pushuar dhe e ka meritu 8 pikë të tij. 2 treshe nga 2 tentime, 2 gjuajtje të lira nga 2 tentime, 100% efikas për 1 dhe 3 pikë. Wendell Green I cili pati edhe 2 topa të vjedhur, 1 asistim e 1 kërcim pa e humbur asnjë top, me të vërtet I shkëlqyeshëm në fillim Green. Lufton atje Trey Anderson për Azemin, ka kohë për këtë sulm. Azemi nga 10 metra atje tenton, por e huq, mbetet 14 me 15, 47 sekonda deri në fund. Kërkon hapësin në mes atje Smith, mbrojtje zonale e vllaznemit. Williams
Sinani atje mire mbyll, me njëherë është Walker tani pran kopsit. E këtë probleme ka Anton Walker, shumë shpejt shkakton faula. E këtë bëri e kërkoj atje Kops kontaktin, ose Walker shkaktoi personale, Azemi largohet nga loja. Më efikasit e vllaznimi me 6 pikë. 4 i ka Anderson dhe 4 Gjitobo. Treshja e cila i realizoi 14 pikët e vllaznimit. Poloshka i thot diçka atje Walkerit. Kops e huq tentimin e tij të parë, mbetet me ato 2 pikët e tij. Herën e dytë është efikas për ngrit rezultatin 14-16. 25 sekonda deri në fund, 20 për këtë sulm. Poloshka, Walker. Ranti kërkon atje kontaktin. Lejon që koha të kaloj. Lon Poloshka, niset në aksion për Andersonin. Depërton, nuk ka shënim. Williams tenton për 3 pikë. Gjuan. Nuk ka shënim dhe çereku i parë mbyllet me 2 pikë përsi për Bashkimin, 14-16. Më efikasit të Bashkimi ishte Wendell Green me 8 pikë. E përmenda dhe parës, 2 treshe dhe 2 gjuajtje të lira, pa huq fare. Në anën tjetër, Arian Azemi me 6 pikë, 3 kërcime dhe 1 asistim, ishte figura kryesore të vllaznimi. Nga 4 pikë kanë realizuar tandemi Amerikan Anderson dhe fakt tandemi Amerikan dhe Nigerian. Jason Gjitobo ishte 4 pikë të tjera dhe 4 kërcime, pra po luan me 2-4-she giganti Nigerian, i cili kemi marrë vesh se e agjeron Ramazanin, mirë po, vetëm në ditën e zhvillimit të ndeshjes është duke e prish agjerimin, pasi kishte deklaruar se javën e kaluar kundër PES nuk ka arritur që të jep maksimumin dhe sot pra ka vendosur që të jeti fokusuar 100% për këtë ndeshje. Po i shofin edhe kosha shënuesit më të mirë. Duhet ju them se në qerekun e parë rezultati apo e përsia ka ndruar anë 6 herë. Është me të vërtetë edhe treguese sonte do të shohim, do të jemi dëshmitar të edhe një dueli, edhe një derbi të jashtëzakonshëm mes të vllaznimit dhe Bashkimit, një rivaliteti i cili ja po e shohim aty edhe Mimoza Kusarin. Tani ndalët ndeshja për shkak të ofendimeve dhe sharjeve në korn. Mirë po aty reagon Driton Raci duke thënë se për të njëjtat ngjarje, për të njëjtat ndodhje, ja po aty po proteston. Se po thotë ja po aty po proteston. Se po thot për të njëjta gjëra në Prizren nuk është zbrazur palestra. E tani kemi tensione. Kjo është kur ki kriter të dyfisht, sepse duhet qenë real
edhe të sinqert, gabim teknik për bankën, për Driton Racin pas reagimeve. Për të njëjta gjëra në Prizren, palestra nuk ishte zbrazur për ofendime dhe sharin në korë, ndërsa sot Traudha vretja e fundit, ja sharin është i pakënaqur, edhe reagimi i Driton Racit, ish lojtari tani ndihmës trajnerit të Sharinit, për shkak të kritereve të dyfishta. Jo se sonte referët gabuan, nuk gabuan as pak, sepse kjo është me rregullore dhe faktikisht me propozicione të garave, por atë gabuar në Prizren referët e asaj ndeshje. Sidoqoftë, 14-16 loja vazhdon. Mbetet rezultati i qerekut të parë. Zekiqi me Andersonin luftojnë atje 1-1. Zekiqi gabon në hapa. Mbeti atje ishte Erik Kopsa i cili ja dëboj topin nga dora. E goditi në dorë në fakt Samirin. Gabim në hapa për Zekiqin. Poloshka përballë ka Bunjakun. Kapiteni Koshi në pozit atje për 3 pikë nuk gjuan, vendos ta pason topin Albert Sinani, ngatrohet atje. Personale e Samir Zekiqit. Ankon këtu për loj me këmbë të Albert Sinanit. Dërsa në këtë situatë Zekiqi ndërshkohet me personale, do të kemi ndrim të lojtarve. Henderson do të largohet nga loja, vendos sharin ashtu. Azemi kthehet tani, po luan me 3 lojtarë të shkurt, Jeronimo Sharin, me Azemin, Poloshkën dhe Koshin. Të shohim se çka do të sjell kjo. Azemi përballë ka Williamson. Luan 1-1, deporton derën në fund. Nga ana e kundërt, Walker mbetet me top në dorë, mbrojtje e mirë e bashkimit. %, 27% të dyja skuadrat nga loja, efikasitet dhe gjuajtje identike. 18-5 të dyja skuadrat për 2 dhe 3 pikë, me të vërtet një efikasitet të i ulët, kjo po reflekton edhe në numrin e pikëve të realizuara. Njëmët minuta, 18 sekonda loj, deri tash, vetëm 30 pikë të realizuara nga dyja skuadrat. Bunjaku e përcjell në hap Poloshka, e kalon atje Bunjaku, sa bukur atje me pasim nga ana e kundër. Kops për mrekulli, lëvizje dyfisht mashtruese për pikët e para pas 1 minutë e gjysmë, cila do skuadër 14 me 18. Kjo e përsia më e lartë prej 4. Pa bukur, e ngriti në hava, Don Poloshka gjuan nuk shënon, Williams më i larti në kërcim. Sinani i tregon atje me dorë Zekiqi, ishte i vetmuar, nuk e pan Zekiqin, ndërsa kosh faul nga Williams për 14-20 plus një gjuajtje të lirë. Në Town Walker shkakton personalin e tij të dytë. Dhe me njëherë pas e përsis më të lartë të bashkimit në start, prej plus 6, e ka dhe një gjuajtje të lirë. Jeronimo Sharin reagon dhe kërkon time-out. Start i mirë prej 4-0, 4 pikë të një pas njëshme në start. Concentrate, make the fucking shot. You need to take a open shot. Okay? And when you go for the penetration, go hard, go to finish it. Don't just to throw the ball. Okay? Next offense.
Ishte kjo treshja e Wendell Greenit pak më herët. Bashkimi pati 10 tentime për 3 pikë dhe I realizoi 3 treshe. I pari që e shënoi treshen ishte Lejson Zeqiri, pastaj Wendell Green me 2-1 pasnjëshme pa huq fare. Në anën tjetër, vllazënimi ka vetëm 1 treshe atë në start. Arjan Azemi realizoi për 3-0. Pas asaj 5 huqe rresht. I pati vllazënimi nga tentimet për 3 pikë, ndërsa të dyja skuadrat kanë realizuar nga 4 dyshe. Për to vllazënimi të dëshën 14 tentime, Bashkimi 10, në vërtet shikuar në total shumë efikasitet I ulti dyja skuadrave, 14-21, realizon edhe gjuajtje në lirë dhe tani e përsia më e lartë e Bashkimit në këto 12 minutat e para 7 pikë. Në tjetër asistim I bukur në thellësi nga Azemi për Walkerin, për 16-21, e zbut atje disavantazhin. Smith e ndjek Koshi, ngatrohen në mbrojtje skuadrat, bukur atje Azemi e mbyll Zekiqin. Koshi, tentimi Koshit për 3 pikë, tenton nuk realizon Smith, nuk pati të lashe. Treshja William Smith dhe Bunjaku e cila mbylli Koshin. Smith në brendi, Sinani mbrojtje e bukur e tij Poloshka për Sinanin I cili depërton atje. Dhe 2 gjuajtje të lira do të jenë për të. Dalet në mënyrë të palijuar nga Samir Zekiqi. Valion Bunjaku dhe Kops do të largohen nga loja. Në lojë do të kthehen Zeqiri dhe Green. Ndërsa në vijën e gjuajtjeve të lira do të kemi Arbër Sinanin. Arbër I cili është koshashënuesi më I mirë nga vija gjuajtjeve të lira të vllazënimi me 89% të efikasitetit, herën e parë huq. Mbetet 16-21, mbetet pa pikë Arbër Sinani. Sonte jo shumë I disponuar për lojë, e huq të 2 gjuajtjet e lira, edhe 2 tentimet për 1 dhe 2 pikë I kishte huqur, asnjë pikë vetëm 1 top I humbur. Mirë po shtyhet dhe po lufton në brendi në mbrojtje Arbër Sinani. Sa Max Smith depërton deri në fund, realizon dhe e ngrit rezultatin përsëri në +7, 16-23. Koshi luan me Walkerin. 2 fishohet, atje topi shpejt lëviz Sinani, tenton nga një pozitë shumë e vështirë airball I tij. Walker luan I fundit me top atje. E zgjati dorën mbi Max Smithin dhe e morja top. Do të kemi tani zëvendësim të 2 fish të Gjitobo dhe Anderson në lojë, nga loja largohet dyshja vendore Sinani dhe Poloshka. 2 cimerët të cilët ishin të heshtur në start të kësaj ndeshje. Smith, Gjitobo pranë tij, kemi një pengim atje të Max Smithit I cili ditë të qëlloj nga ato pozita, mirë po Gjitobo ja humbi atje Koshin, I pengoj. Atiku për Gjitobon, me njerë Smith shikoni atje 2 fishohet Gjitobo, por e kthen topin te ati Koshi. Arjan Azemi për paksa nuk e vodhi këtë top, luajti Walker me këmbë atje, do të jetë sulmi për Bashkimin. Kops do të kthehet në lojë, edhe Morina nga loja largohen Zekiqi dhe Williams. Zëvendësime të shpeshta të 2 trajnerëve tani. 7-2, aktualisht në këto 4 minuta 20 sekondat e para të qerekut të dytë. Green, figura qendrore të Bashkimi aktualisht. Nga një pozitë vështirë Wendell Green, topi hyn e del Anderson atje nga plani I dytë, vjen dhe ka këtë top kërcim
në mbrojtje i Trey Andersonit. Kërcimi ti i 4, ti ka 4 pik. Anderson, Zeqiri është pranë ti. Walker pa kërcy fare atje me nga vendi, si nga gjuajtjet e lira, u shkëput, fakt nuk u shkëput fare, për 19-23 dhe time out me njëherë. Ja shikoni. Priti, tha dini qka, hajtë se une po e lansoj dhe të vendi e dërgoj, s'ka faj. Ju bo bajat jeta tu e prit lëvizin e bashkëlojtarëve të ti dhe tha, po e provoj fatin dhe topin e dërgoj drejtet e vendi për 19-23, e zbut disavantazhin në 4, ja aty po i shofim zyrtarët e klubit basketbolistik Bashkimi. Artan Kurti, legjenda e skuadrës, njeriu i cili në vitin 2001 me Bashkimin e fitoi kupën e Kosovës, njëri prej 2 trofeve të Bashkimit. Dini që 2018 Bashkimi u bë dhe kampion i Kosovës. Po i shohim edhe statistikat, e kanë ullë efikasitetin lojtarët e vllazimit edhe më shumë sa i përket tresheve, ja vetëm 12%. 8-1, me të vërtet çka është shumë. Fakt tash duhet të ishte 9-2 pas kësaj treshe që realizoi vllazimi përmes të Anton Walkerit. Smith atje pengohet edhe njerë nga Gjitobo, i cili lufton atje, e mbyll mirë Gjitobo, tentim për 3 pik në 100-at e fundit të sekondës. Lufton, nuk arrin të realizon Kops pas kërcimit në sulm. Betet 4 pike përsi, Poloshka e kërkon topin atje Arjan Azemi. Kemi duel të vazhdueshëm mes të Morinës dhe Azemit, të cilat duelet nga njerë të jetë edhe të nxehta. Një rivalitet bukur aty Azemi për Gjitobo, i cili e huq komplet krejt koshin. Lufton Gjitobo, e huq 2 herë mirë, po e treta e vërteta nga lojtari me numër 3, Trey Anderson, e përmirëson kërcimin në sulm, ndërsa Kops do të rregullon patikën e tij. Edhe njëherë Azemi depërtoi bukur atje, asistoi krejt koshin, e huqe atje Gjitobo. Lejsoni luajti mbrojtje të mirë aty, mirë, po spoti çka të bën tjetër kur nga plani 2 erdhi Trey Anderson për të afruar rezultatin në 21 me 23, pika e 6 e tij nga 6 pikan Azemi dhe Andersoni. Tani një mini seri prej 5-0, nga -7 e bjen në vetëm -2. Wendell Green atje si në Luna Park lufton, dhe tani shohim personale e Jason Gjitobos ndaj Wendell Greenit. E shtyen atje Wendell Greenin. I saktë ishte në qerekun e parë, nga 2 tentime realizoi të 2 gjuajtje të lira, vazhdon të ruaj efikasitetin perfekt nga penalet Wendell Green. 21 me 24, 10 pikë të tij. Lojtari i parë në këtë duel sonte, i cili realizon pikë 2 shifrore Green. Edhe herën e dytë realizon e rikthen plus 411 pikë të Greenit, 21 me 25, 3-45 deri në fund të pjesës së parë. Bën presion Poloshkës atje për t'ia vjedhur topin. Gjitobo depërton dhe realizon kosh foul për Jason Gjitobo. Qendrën nigeriane gigantin 211 cm, reprezentuesin e Nigeris, i cili ndalet në mënyrë të paluar nga Altin Morina. Kemi zëvendësim, Bunjaku kthehet në lojë, nga loja largohet Altin Morina.
6 pikë. Nga skërcime një asistim nga Jason Gjitobo, ka dhe gjuajtjen e lirë të cilën nuk e realizon, betët rezultatin 23-25, edhe 3-30 deri në fund të pjesës së parë. Kësaj ndeshje fenomenale dhe të niveluar nga fillimi. Ufa, çfarë blokade atje. Trey Anderson elegante. Pret atje Azemi që dikush t'i vjen në blok, po kush me janë në blok. Qendrat po flan, por nuk po flan atje. Jason Gjitobo. Por me dorë atje Don Poloshka tregon në faul jo sportiv. Kjo është bloku i Andersonit, dërsa këtu kërkohet faul jo sportiv nga Kopsi, fakt. Jason Gjitobo do t'i në dy gjuajtje të lira. Edhe njëherë Huq nga via gjuajtjeve të lira. Gjitobo. Kjo është ky tentimi i dytë i tij që Huq 8-3 nga via gjuajtjeve të lira, me të vërtet një efikasitet shumë i ulët i vllazimit sonte nga gjitha pozitat. Herën e treta e vërteta realizon. 7 pikë të Gjitobos, tash bëhet lojtari më efikas. Para kësaj gjuajtje të lirë ishin 3 lojtarë me nga 6 pikë, Azemi, Anderson dhe Gjitobo. Tani Gjitobo më efikasi me 7, Bunjaku bukur e ngrit në hava Gjitobon. Williams për Kopsin, Gjitobo kthehet në mbrojtje atje te Kopsi, e mbyll vin fundore, s'ka ka të lëviz, ka të kalon. Bunjaku nga Himalajet, nga Pashtriku atje, lanson dhe qëllon për 24-28. Nga çfarë pozite atje realizoi Bunjaku në sekondat e fundit. Ishte tentim nga dëshpërimi, lojtarët e tij nuk e ndihmuan, por ai e gjeti, u përbirua dhe e gjeti rrugën deri te koshi. Poloshka, pick and roll atje dhe faul në sulmi Jason Gjitobos, i cili lëvizi me kërdhokull. Shkaktoi atje faul në sulm. Bunjaku nga një pozit shumë e vështirë, lansoj dhe realizoj. Kops, blok të mirë bën atje Kops për Greenin. Williams nga një pozit e vështirë tenton, nuk realizon, por Kops me kërcim në sulm. Bunjaku për Williamsin, i cili depërton, e kthen topin të Zeqiri, tenton për 3 pikë. Topi hyn e del dhe më i larti në kërcim ishte Trey Anderson kundër sulmi shpejt Arjan Azemi. Dalet atje pret bashkëlojtarët. Trey Anderson për Poloshkën, luan 1-1, me kthim gjuan atje Poloshka, më 7 shkurti atje, kthen lufton, dhe i fundit luan Kops, topi do të jetë Sharin atje ankohet për faul në Don Poloshkën. Edhe 14 sekunda për këtë sulm, 1:42 deri në fund. Pjesës së parë, 4 pike përsi për bashkimin Azemi. E sheh atje korridorin dhe për të... Ufa, çfarë blokade, ja të rën Kops kundër sulmi shpejt, mirë po faul në sulm ishte ky. Vendosje e mençur e Don Poloshkës, e priti atje Bunjakun, i cili undesh me Poloshkën dhe shkaktoi faul në sulm. Dërsa ishte një rast i mirë për kundërsulm të shpejt, edhe një herë atje e shpullav këtë top Eric Kops, blokade mirë, Zeqiri e shpëton, dërsa këtë aksion të bukur i cili do të përfundonte sigurisht me ngulitje të Dirk Williamsit, e ndërpreu faulin në sulmi Valion Bunjakut. Topi do të jetë për vllazimin, edhe 92 sekonda luaj në pjesën e parë. Njërës prej këtyre 2 ndeshjeve të rëndësishme të kësaj diele mbrëma. Përsa duhet theksuar se Golden Eagle ylli aktualisht, pra ka mbetur edhe 1 minutë lojë në Therand deri në përfundim të pjesës së parë. Bullheq me rezultat 42-37. Ju thasha dhurues të basketbollit në start të kësaj ndeshje natë
mini analizën para hyrjes në këtë duel të nxehtë, se janë këto dy ndeshje shumë të rëndësishme për Bashkimin dhe për Trepçën, të cilat të dyja sonte luajnë si mysafir, sepse në rast të humbjeve atëherë do të kemi një karambol, një lëmsh në krye të tabelës, sepse Prishtina do të barazohet me fitore dhe me humbje me tandemin e skuadrave lidere që kishin rehatin dhe komforin dhe vazhdimisht ndroheshin e përsi në leadership gjatë tërë kampionatit, por pas 9 fitoreve rresht nga 8 janari të skuadrës Bardhe Kaltër, tani ajo ka 15 fitore, 8 humbje, ndërsa Trepça dhe Bashkimi dëshirojnë sonte që të ruajnë distancën e lehtë ndaj skuadrës prishtinase. Gjitobo me Erik Kopsin, ka bon atje në udhëheqje Gjitobo, e humb topin. 1 minutë e 20 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Green e kërkon topin atje Bunjaku, por Green nuk ja jep. E pret Williamson, pranë tij është Walker, Anton Walker. Dirk Williams me driblingjit e tij. Ufa! Thash, desha them që nuk arriti e përsi ta kaloj mirë, po treshën e lansoj, treshja e dytë rresht për 24 me 31 me 2 treshë rresht. Bashkimi e rikthen atë avantazhin maksimal për 7 pikëve në fund të pjesës së parë. Azemi tenton të përgjigjet dhe e bënte. Pa. Një finish super i nxehtë me treshe. Rëbesh i tresheve adhurues të basketbollit. Së pari ishte Bunjaku i cili qëlloj, pastaj Dirk Williams të dytën rresht për 24 me 31, mirë po i heshtur nuk qëndroi as Arjan Azemi, i cili e lansoi dhe në treshën e Williamsit me treshe u përgjigj për 27 me 31, kur ka mbetur edhe 39 presi 4 sekonda loj. Pika e 9 e Arjan Azemit, treshja e dytë e tij. Arjan Azemi me këtë treshe por shashinosi më i mirë të vllazëmi në pjesën e parë me 9 pikë, 7 i ka Gjitobo, i cili ka dhe 5 kopcime. 6 pikë tjera i ka realizuar Anderson, 5 pikë Anton Walker. Mirë po, duhet të teksuar se me të vërtet kemi një efikasitet të ulët nga gjitha pozitat, vetëm 30% për 2 pikë, 30% edhe për treshe, 10-3, 44% nga vija gjuajtjeve të lira, 9-4 vllazënimi në pjesën e parë. Me vërtet moti kësi efikasitetit të ulët nuk kam pa, megjithatë me mbrojtje të mirë po e pengojnë Bashkimin, i cili po ashtu po gabon, tenton atje Wendell Green, i cili ndalet me faul dhe do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Koshashënosi më i mirë i Bashkimit me 10 pikë të realizuara deri tash 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 4-4 është Wendell Green, nuk di për gabim. Faul është ky i Trey Andersonit. Ndrim do të kemi, Max Smith do të inkuadrohet në lojë nëse Wendell Green i realizon të 2 gjuajtjet e lira. Edhe 26 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Green është i pagabueshëm, 27 me 32. Pika e tij e 11, 5-5 nga gjuajtjet e lira. Gjargja është dhe do të kemi zëvën Sam Smith, do të ullet për të pushuar, ja po e shofim atje me Kinnesin e lënduarit cili po e shikon ndeshjen. 27 me 33, 6 pike përsi, Poloshka e ka topin, Bunjaku
e përcjell luan mbrojtje ndaj tij. I bën presion Gjitobo për Poloshkën përsëri. Blok i pa suksesshëm për Azemin. Poloshka për Azemin, i cili kërkon hapësim për të gjuajtur. Gjitobo, i cili e huq atje nën kosh. Dhe pjesa e parë mbyllet me rezultat 27-33. Është interesant të themi se Jason Gjitobo, pra në brendi, huqi 50% të tentimeve për 2 pikë, është 6-3 dhe të 3 huqet I bori nën kosh. Me 9 pikë të realizuara, Arjan Azemi është lojtari më efikas, I ka 9 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, pa humb asnjë top. Në anën tjetër, Wendell Green 12 pikë, gjysmën e tyre nga vija e gjuajtjeve të lira, pa huqë asnjë, 6-6. Është lojtari më efikas. Shikuar në përgjithësi kemi një dominim të lehtë të Bashkimit 24-20. Në asistime është vllazëdimi më I mirë 7-4. 7 topa të humbur I ka Bashkimi pas pjesës së parë, 5 I ka vllazëdimi. Dominim absolut në shënimin e pikëve nga kundërsulmi I Bashkimit 5-0. Mirë po, në anën tjetër vllazëdimi pas kërcimeve në sulm ishte më I mirë 6-0. Një lojë niveluar, mirë po ajo që e ka vendosur e përsim prej 6 pikëve. Pas pjesës së parë, 27-33, janë pikërisht 2 treshe më shumë të realizuara të Bashkimit, I cili realizoi 5, ndërsa vllazëdimi 3 treshe. Adhurues basketbollit, shkojmë me një pushim 10 minutësh para se të kthehemi përsëri në palestrën Shani Nushi në Gjakov, ku pas pjesës së parë mysafirët nga Prizreni kanë 6 pike përsi. Në anën tjetër ka përfunduar edhe pjesa e parë në Therond. Golden Eagle Ylli 46, Trepqa 37. 2 ndeshje shumë interesante, një xhiro shumë interesante. Ajo që ju përmenda në atë mini analizën në fillim të ndeshjes, se sa të rëndësishme janë këto 2 ndeshje për 2 bashkëliderët, koliderët Trepqën dhe Bashkimin, pas fitores së mbrëmshme dramatike të Sigal Prishtinës ndaj Borës, po dalin të jenë të sakta, sepse në rast se sonte nuk I fitojnë duelet Trepqa dhe Bashkimi, atëherë do të barazohen 3 skuadra me suksese të njëjta me nga 15 fitore, 8 humbje, pra Trepqa, Bashkimi dhe Sigal Prishtina, dhe kështu beteja për 2 top pozitat dhe kualifikimin direkt në gjysmëfinale të play-offit po futet në periudhën shumë të nxehtë, thash, ku çdo lojë, çdo ndeshje është e rëndësishme dhe vend më hapësirë për gabim nuk ka. Faktikisht 2 ndeshjet e para pas vitit të ri kundër Trepqës dhe vllazëdimit I fitoi me Bledar Gjeqen, e pas erdhi trajneri Sasha Jankovici dhe vazhdoi me 4 fitore e 2 humbje, në total 6-2 në këtë pranverë basketbolistike. Në anën tjetër vllazëdimi pati një seri të mirë prej 4 fitoreve, 1 humbje, duke mposhtur edhe Trepqën, po pastaj me Sigal Prishtinën dhe PN edhe 2 humbje të një pasnjëshme, 4-3 aktualisht. Williams deporton për mrekulli atje me njëherë, mirë po nuk arrin të realizon nevrikoset atje. Sasha Jankovic nuk e përcollën dhe nuk shkuan në kërcim bashkëlojtarët e tij. Tentim për 3 piki Azemit nga këndi, lufton Gjitobo lufton, I ngath atje, e prek edhe për herë të 2 dhe ja dërgon topin Zeqirit. Green deporton, blokohet nga Gjitobo dhe Green në tentim për të rimara top e dëbon jashtë fushës edhe një herë. Blokad, betej për çdo top sonte këtu në Shani Nushi, lojë e bukur edhe pse
jo shumë efikase, megjithatë lirësh mund të konstatojmë se po zhvillohet betejë e madhe. Ko është faul atje. Trey Anderson ndalet në mënyrë të palejuar nga Valon Bunjaku. Pikët e para I realizon Andersoni. Ishte, lirësh mund të themi, pak I heshtur në pjesën e parë, vetëm 6 pikë të tij, sepse I pati 7 kërcime. Ishte kjo pika e 8, ja edhe e 9 për të afruar rezultatin në 30-33. Driton Racin atje e pat, bën me duar, shkojmë. Kopës tenton të ngulit atje. Shikoni shikimin e Kopësit. Dalet nga Trey Anderson me personale, kosh faul, edhe nga Eric Kopës. Anderson personalja e tij e dytë, ndërsa për Kopësin është kjo pika e 7, I ka dhe 6 kërcime, edhe 7 kërcimet, pra 2 shtatëshe të Kopësit. Pika e 8 e tij për të rikthyer 6 pike përsi. Williams e përcjell Azemin në hap. Dueli Poloshka Green vazhdimisht sonte. Pick and roll atje. E kthen shpinën, nuk e përcjell Poloshkën si duhet Gjitobo, nuk është I vëmendshëm. Williams dhe Poloshka, pick and roll me Kopsin atje, një mismatch. Tani Gjitobo e pengon, tentim për 3 pik. Bunjaku me kërcim në sulm, nuk ka pik, mirë po Azemi është më I vëmendshmi, e merr edhe një kërcim I 6 I tij. 9 pike, 6 kërcime, 2 asistime nga Azemi. Gjitobo me pick and roll, topi shkon për Koshin, lufte bukur, mbrojtje, anticipon atje, mirë po edhe topin e vjedh Don Poloshka. E ndihmon atje Wendell Green që të ngritet, topi I disputueshëm do të jetë për vllaznimin. Lufton atje I vetë mohueshëm është Don Poloshka. Green hidhet për top, e kapin të dytë, topi disputueshëm, topi për vllaznimin. Katërmbëdhjetë sekonda duan të jenë. Dhe kthehet 14 sekonda të kohës. Arjan Azemi depërton deri në fund, bukur te Trey Anderson, e kthen topin I cili realizon treshën për të afruar rezultatin në 33-36. Trey Anderson I nxehtë me 6 pikë eksprese në start, 12 pikë I pari të vllaznimi me pikë 2 shifrore, barazohet me Wendell Green në anën tjetër, të dytë nga 12 pikë. Green, pikë rishtaj, shkon me floater dhe faulohet nga Jason Gjitobo. Po, faul nga Jason Gjitobo. Shko personalja e 3 e Gjitobos, duhet të ketë kujdes trajneri Sharin, e ka dhe Anton Walkerin në bank. Ja treshja e Trey Andersonit, asistim fantastik I Azemit, u fut deri në fund, ndoshta ka mundur edhe të shënoj vetë, mirë po e pa në kënd atje Trey Andersonin, është pozitë e Andersonit. Green I pagabueshëm në pjesën e parë, 6-6, vazhdon me efikasitet perfekt nga vija gjuajtjeve të lira, 7-7. 33-37, 13 pikë të tij. Zdin të gaboj nga gjuajtjet e lira Wendell Green. Pika e tij e 14, 7 nga vija gjuajtjeve të lira. Pra, gjysmën e pikëve I realizon nga gjuajtjet e lira. Fakt 8-8.
falni, më shumë se gjysmën. Azemi bën slalom Atikoshi edhe njëherë në mënyrë identike. Arjan Azemi bën slalom, asiston Atikoshi, treshën e realizon, rezultatin në 36-38 e afron. Loj fenomenale, Dirk Williams atje për Eric Kopsin, i cili e kthen te Bunjaku, tenton për 3 pikë, nuk përgjigjet. Luft atje dhe i fundit me top luan Eric Kops. E tani ndizet atmosfera në Shanin Ushi. Loj shumë intenzive e dyja skuadrave në start të çerekut të tretë. Lirish mund të themi në pjesën e parë loja ishte e një intensiteti më të ulët, me shumë gabime, jo efikasitet të duhur, mirë po tani në start të çerekut të tretë të dyja skuadrat më të gjalla. 36-38. 2 pike përsi për Bashkimin. Poloshka për Azemin, tenton për treshe, nuk realizon, e faul në sulm nga Atikoshi. Kapiteni shkakton personalin e tij të dytë, ka 3 pikë, ka një treshe nga 4 tentime. Atikoshi miru vendos atje, e mbylli tabelën Bunjaku dhe detyroi Koshin që të shkakton faul. Azemi me Wendell Greenin i pengon atje, mirë po bashkëtarët e tij ishin të heshtur nga plani i tretë atje, i heshtur vjen dhe e kap, realizon Lejson Zeshiri për 36-40. Askush nuk e kishte vëmendjen të Lejsoni, i cili erdhi nga prapa dhe realizoi për të rikthyer +4-shin. Poloshka e kthen te Azemi, Bunjaku dhe Azemi, loj 1-1, Azemi bën rolling, lufton, pivot, fantastik, si nga dora cakët e basketbollit, pivoti i Azemit dhe afron në 38-40. Loj shumë më e bukur në pjesën e dytë e dyja skuadrave. Bunjaku i vetmuar, Lanson nuk realizon, Qito Boj merr topin, Poloshka e ka në krahun e djathtë atje Azemin, dhe do të kemi i kuadrimin e Morinës dhe Smithit në loj. Azemi tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Williams, kundër sulmi shpejti Williamsit, i cili gabon në pasim atje, e pren Azemi, megjithatë do të jetë topi mbetet për edhe njëherë. Shikoni lëvizje mashtruese, pivot, e nuk pati ndim atje, ka të drejt balon Bunjaku që ankohet, sepse në ato raste duhet të dyfishohet, të mbyllet atje lojtari në anën e kundërt. Kops ishte në gjumë. Smith e nxjerr topin jashtë Morina. Azemi dhe Smith luftojnë, Smith me hap prapa atje, mbyllje e mirë e Koshit tani nga Atikoshi dhe Walker, e pa se si e mbyllën Kopsin dhe e fituan këtë duel. Më pak se 5 minuta lojnë në çerekun e tretë. Anderson, blok nga Poloshka për Andersonin, Poloshka dhe Anderson. Në vrikoset atje do Poloshka që nuk u kuptuan me Trey Andersonin. 4:35 dhe në fund Wendell Green depërton, blokade Trey Anderson, Walker dalet atje Walkeri për Trey Andersonin. Atikoshi thot shko te veni, shko poshtë. Koshi për Andersonin, i cili shkëputet dhe me treshe e rikthene përsin e vllaznimit, i cili për 22 minuta loj nuk ishte e përsi. Pra pas asaj e përsis prej 12-10 në çerekun e parë. Në minutin e 5 të çerekut të parë, pas plot 20 minutave loj, ja tani me këte treshe Trey Anderson kalon në avantazh prej 41-40.
Pas rezultatit 30-36, kemi një seri prej 11-4 në këto 3 minuta loj. Detyrohet trajneri Sasha Jankovic të kërkon time out. Trey Anderson i hatashëm shpërtheu në këte qerek 15 pik, 8 kërcime dhe 2 asistime, e merr rolin e koshashënuesit. Trey Anderson e merr përgjegjësinë për të plotësuar edhe zbrastinë e krijuar me mungesën e Jerry Cole Hellemsit të suspenduar, lojtarit më të mirë të vllazërimit, i suspenduar për këtë duel. Zeqiri gabim në hapa atje. Nevrikosit Sasha Jankovic e heq setrën atje. Dueli i lojtarëve me fanelat me numër 1, 2 njishet, Morina dhe Azemi. Anderson lufton atje me Smithin, kërkon topin, dueli 2 tresheve. Anderson, topi hyn e del edhe përfundon në duart të Smithit. Kundër sulmi shpejt Max Smith te Williams, i cili e hedh topin atje te Jason Zeqiri, i cili e huq këtë tentim për 3 pik. Dhe tani të gjithë janë në këmbë. Janë duke ndjerë publiku gjakovar se ka nevojë për përkraje skuadra e tyre zemrës. Poloshka përballë Williams. Depërton atje, dribling prapa shpinës, edhe një, ka vetëm edhe 5 sekunda. Anderson nga një pozitë e vështirë atje. Aj. Treshe dhe faul. Erupcion në Shanin Ushi. Ja dhe Hashim Raci atje. Jerry Cole Hellems zohët në munges e përkras skuadrën e tij edhe njëherë. Dueli 2 tresheve, kontakt atje, shkakton personale. Max Smith ndaj Trey Andersonit, i cili shpërtheu në qerekun e tretë. 44 me 40. Vazhdon seria 14-4 plus një gjuajtje e lirë e huq, mbetët 4 pike përsia më e lartë deri tash e vllazërimit. Artin Morina me treshe tenton, nuk realizon. Anderson kundër sulmi shpejt i Andersonit, e ruan topin. Poloshka nuk gjuan për 3 pika. Azemi e bën këtë dhe huq. Bi Zekicin tentoj, por nuk realizoj. Max Smith e thre koridorin e hapur atje dhe personale është kjo. Dalet në mënyrë të paljuar. Si e po koridorin e lirë. Unë nis si raket atje, unë dal nga Arjan Azemi me faul. Max Smith e kërkon topin. Është i rrezikshëm nga ato pozita. Mbrojtje zonale tani e vllazërimit. Williams, por mrekulli, bloki Jason Zeqirit i krijon hapësirë. Williams deporton dhe rezultatin në 44 me 42 afron edhe 2-22 deri në fund të qerekut tretë. Azemi i tregon atje Walkerit që t'i bën blok koshit, dërsa Jason Zeqiri shkakton personale. Kjo personalja e tretë e Zeqirit. Timeout ka kërkuar Sasha Jankovic. Faktum falni, Jeronimo Sharin ka kërkuar timeout për t'i qetësuar lojtarët e tij dhe për të organizuar sulmin kur kanë mbetur edhe 2 minuta 13 sekonda lojë deri në fund qerekut tretë, ku vllazëmi shpërtheu dhe atë duke i falenderuar Trey Andersonit. Fenomenal ishte Trey Anderson, i cili e nishti me 3 pik me atë kosh faulin e tij. Më pas
erdhi treshja e Trey Andersonit, i cili vazhdoi me edhe 2 tjera, pra 3 treshe të Trey Andersonit dhe loja për 3 pik, 2+1, 12 pik të Trey Andersonit në këtë qerek nga 17 pik sa i ka realizuar vllazënimi, me të vërtet një shpërthim i hatashëm i tij, 6 pik gjatë tërë pjesës së parë, ndërsa në qerekun e tretë shpërtheu është pranë double-doublit. Trey Anderson 18 pik, 9 kërcime dhe 2 asistime, pa dhe nga një top të vjedhur e një blokad. Azemi për Andersonin, përsëri dueli i 2 nisheve, Morinos dhe Azemi. Sa bukur atje e shet të vetmuar Azemi koshin, i cili tenton, nuk realizon, nuk shkon deri në fund. Nevri Kosët atje sharin pse nuk shkoj deri në fund, por u ndal dhe u kthye prapa. Morina, luftë e Sinanit me Zeqirin, për mrekulli i shmangët blokadës atje dhe e barazon rezultatin në 4-4 me 44. Çfarë loje e shkëlqyeshme dyja skuadrave në qerekun e tretë. E kjo është basketbol dhe po shohim edhe mbrojtje të forta, edhe beteja, edhe duele. Azemi, topi hyn e del. Ofshamat e publikut, fat për mysafirët. Smith, tani Zeqiri përballë ka Sinanin. Morina, një mismatch atje tani, Azemi me Zeqirin. Morina mbetet i vetmuar te Samir Zekiqi. Shënimi nuk do të pranohej. Arian Azemi ka shkaktuar foul. Është kjo personalja e tretë. Cox do të inkuadrohet në lojë, largohet nga Samir Zekiqi, largohet nga loja. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë Zeqiri. 7 pikë të tij. Era parë që gjendet në vijnë e gjuajtjeve të lira realizon. Pika e tij e 8 sonte për të rikthyer epërsin, pra pas atij rezultati prej 44 me 40, realizon të 2 gjuajtjet e lira për një mini seri prej 0-6 dhe rikthen epërsin të bashkimi. Sinani për Trey Andersonin, Williams për Sinanin, Gjitobo për Sinanin i cili depërton. Nuk kërkon rishikimin e situatës atje Zeqiri. Nuk është i sigurt nëse ka luajtur i fundit apo jo. Azemi largohet nga loja. Në lojë rikthehet Polloshka, 11 pikë, 6 kërcime, 4 asistime nga Azemi, cili ka 3 faulla dhe duhet të pushoj. Edhe 2 sekonda ka për këtë sulm. Kërkon vëmendje trajneri Sharin. Nga një pozitë e vështirë atje. Anderson por e kap atje për mrekulli dhe shënimi pranohet. Ishte në trajektore të rënjes. Trajneri Janković i qetëson edhe thot po ishte në trajektore të rënjes dhe mos bëni zhurmë. Rezultati barazohet 46 me 46, 30 sekonda deri në fund të qerekut të tretë, çdo gjë e niveluar. Williams Lanson nuk qëllon Gjitobo më i larti në kërcim. E sulmi deri në fund do të jetë i vllazënimit, të shohim. Polloshka e ka topin. Do të jetë kjo betejë top për top. 12 deri në fund. Polloshka, Gjitobo i vjen në blok, pick and roll, shkon të Trey Anderson i cili depërton, e kthen topin të Walker, të Polloshka, me tabel gjuan dhe nuk realizon. Rezultati mbetet i barabart, 46 me 46, pas 30 minutave loj,
0-0, po ja nisim prej fillimit. Definitivisht figur kryesore në qerekun e tretë ishte Trey Anderson, i cili shpërtheu me 12 pikë të tij, 3 treshe dhe një lojë, 2+1 kosh faul nga referit Genz Vitaku me dorë në pas përfundimit të ndeshjes. Peja Vllaznimi për çka u suspendua me një ndeshje mos lojë. Në anën tjetër thash edhe McInnes, i cili e theu dorën, sonte i mungon bashkimit, 2 lojtarët kryesor të skuadrës, po i shohim edhe duelin direkt mes të 2 lojtarëve më të mirë të skuadrave, Andersonit dhe Greenit, 18 me 14 pikë. Po i shohim 3 treshe të Trey Andersonit, 2 të Wendell Greenit, të dyjat në qerekun e parë. Pra Wendell Green i heshtur në pjesën e dytë. Wendell Green 14 pikë i kishte realizuar në pjesën e parë. Wendell Green mbeti me ato pikë. Tani në qerekun e katërt, trajneri Jankovic pret rendiment nga ai. Smith, bukur atje depërton dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Lojtari me numër 15, Arbër Sinani, ka shkaktuar faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Max Smithin. I heshtur sonte vetëm 2 pikë nga Max Smith. Topi hamendet aty hyn apo të mos hyn. Realizon atje Max Smith, cili ishte një prej lojtarëve kryesor të bashkimit në Vjesht, në pranverë dysh më i heshtur. Ka një efikasitet prej 70% nga vija gjuajtjeve të lira. Topi do të jetë për Vllaznimin. 46 me 47. Mbrojtje e mire Max Smithit atje, pick and roll po kërkon Poloshka, por nuk po i vjen Anderson me Gjito Bon. Luan me kthim atje Gjito Bo. Gabim në hapa ka shkaktuar Jason Gjito Bo. Mbrojtje e mirë, u dyfishua atje nga Kopës dhe Zeqiri. E ndroi këmbën e qëndrimit Jason Gjito Bo dhe shkaktoi gabim në hapa. Mbrojtje e mire Prizrenasve. Portokallezint kanë e përsi minimale prej 46 me 47. Pick and roll Kopës për Greenin. Mbrojtje e mire Andersonit. Kopës e bën blokun atje mirë për Greenin, i cili tenton, Lanson nuk qëllon dhe Poloshka më i larti në kërcim atje. Arbër Sinani don me shku me ngulit atje, por e huq kundër sulmi shpejt Altin Morina te Smithi, i cili ndalet me faul nga Trey Andersoni. Personalja e tretë e Trey Andersonit te Vllaznimi, nga 3 faula janë ngarkuar Azemi, Gjito Bo dhe tani Trey Anderson. Në anën tjetër vetëm Lejson Zeqiri ka 3. Smith për Greenin. Poloshka shpan Greenin. Green dhe Poloshka luftojnë. Green dhe Poloshka. Green atje mbi të gjithë. Gjuan nuk realizon. Poloshka kundër sulmi shpejt atje ndalet. Bukur për Sinanin, i cili e shpëton këtë top për Gjito Bo. Gjito Bo lufton me Kopsin. Green e shpëton këtë top kundër sulmi shpejt. Smith për Altin Morinën, i cili realizon në kundër sulm për 46 me 49. Dhe tani 2 gabimet të një pasnjëshme nga situata ku është dashur të jenë të qetë dhe të vëmendshëm lojtarët e Vllaznimit, i mundsojnë një kundër sulm të shpejt. Mbrojtje shumë e mire bashkimit në këto çaste, e cila kulminoi me kundër sulm të shpejt. Arjan Azemi do të kthehet në lojë. Arbër Sinani largohet nga loja. Ka 3 personale Azemi, lojtari i dytë më efikas
tek vllazimi me 11 pik pas Andersonit. Poloshka tenton për treshe, nuk ka shënim. Morina më i larti në kërcim, Smith kundër sulmi shpejt. Ka luajtur i fundit atje me top Max Smith apo Zeqiri. Mbrojtje e mire Azemit në kundër sulmi, edhe pse situata ishte 2-1 për Prizrenasit. Azemi organizon sulmin përballë ka Altin Morinën. Ja dorëzon topin Poloshkës, tentim për 3 pik, jo. Katërmbëdhjetë sekonda, loj me këmbë atje tregon referi Gjekovic. (46 me 49) betët 3 pike përsi për Bashkimin. Azemi kërkon Poloshkën te Gjitobo, luft atje, Gjitobo lufton, blokade Erik Kopsit i cili ja teron. Ska kalim me të vërtet sonte, Erik Kops po lufton me mishe, me shpirt për të plotësuar edhe mungesën e Gjëvoj McKinnisit. Kopsi cili si vjetë u kthye te Bashkimi, pasi kishte luajtur edhe edicionin e kaluar. Shkoi në Izrael, por u kthye te Bashkimi. Poloshka ullet për të pushuar. Kthehet në loj Koshi. Ka skaduar koha, kishin shumë pak kohë për këtë sulm. Betët 46 me 49. Protestuan e sfiduan vendimin, duke menduar se treshja duhet të pranohet pasi nuk kishte skaduar sulmi, mirë po pa që në momentin që preki topin me dorë, undes drita e kuqe, Smith atje rëshqiti, vazhdon sulmi, Jason Zeqiri vetmuar mbi Andersonin atje, lanson dhe realizon mbi Trey Andersonin, 12 pik tani afrohet Greenit i cili ka 14 treshja e dytë nga 5 tentime Lejsonit i cili Erik thën 6 pike përsi. Azemi, lëvizje mashtruese ti depërton derën në fund dhe për herë të dytë Erik Kops topin i cili ishte në trajektore të rënjës nuk e lejon të futet në kosh. 48 me 52. Edhe njëherë, topi ishte në rënje si për pik për Azemin, 13 pik të ti, edhe 6 minuta gjysmë deri në fund të kësaj ndeshje dramatike dhe të niveluar plotësisht. Kops me horok, mbi Jason Gjitobo në rikëthem plus 6, 48 me 54. Personale e Altin Morinës edhe njerë të shofim. Azemi dhe Morina kërkon atje kontakt vazhdimisht Azemi me Altin Morinën. Thash
duele të nxehta mes këtyre dy lojtarëve me numër 1, ja edhe dy lojtarët me numër 11, edhe dy treshe me vërtet tre lojtarë me fanella identike. Opala! Për herë të dytë në çastet kur po thyet rezultati, po del në skenë ai në cilin askush nuk po llogarit. Anton Walker me treshet e tij. E afron në 51-54, Green përballë ka Koshin. Dueli i dy 11-që vjen deri te një mismatch tani atje. Smith për Eric Copesin, lufton. Tenton me bloku Gjitobo, lufton dhe i fundit me top luan Jason Gjitobo. Do të ishte sfidë gabuar. Ja, atje Dorant Hana thot jo. Edhe trajneri Sharin thonë se i fundit ka luajtur Gjitobo dhe mire kanë fa nuk e sfidojnë këte vendimin drejt. Edhe 14 sekonda, Smith pranë tij është Anton Walker, luan mbrojtje agresive, mirë po tepër agresive atje sepse mbajti edhe me dorë dhe shkaktoi faul, do të kthehet në lojë Bunjaku. Edhe një herë treshja e Walker, edhe gëzimi i Jericho Hellemsit, i cili të cilin s'po e zë vendi vend. Do të kishte qef të ishte sonte në parket. 51-54, 5 minuta lojë deri në fund të ndeshjes. Wendell Green e huq është atje pranë Poloshkës, i cili e kontrollon topin për mrekulli. Kërkon t'ja dorëzoj topin Arjan Azemit, e bën këte Azemi, depërton deri në fund. Dalët, ka dhe 7 sekonda për këte sulm, mismatch atje. Gjitobo drejt dhe në duar të Lejson Zeqirit, gabon kundër sulm. Zeqiri mbetet i vetmuar në anën tjetër të Smithi. Kopes atje lufton dhe për mrekulli Smith asiston, Kopes realizon për 51-56. 4 minuta e 36 deri në fund, plus 5 për bashkimin. Në thellësi Gjitobo blokohet nga Eric Kopes. Williams, Drim protestojnë atje, thonë se i fundit kishte luajtur Azemi dhe po mduket që me kokë i fundit ka luajtur Azemi, me sa arrita të shoh. Megjithatë topi për vllaznimin, nuk ka rishikim të situatës. Poloshka nuk ka pick and roll të mirë nga Walker për te. Anderson dhe Zeqiri, dueli 1-1. Anderson tenton, nuk realizon. Walker lufton e kap këte top Azemi. Pick and roll, Walker nuk shkon deri në fund, kthehet prapa. Pick and roll për Andersonin dhe faul është ky i kujt? Lojtarit me numër 7, Eric Kopes. Personalja vetëm e dytë e Eric Copesit, i cili ka 12 pike, 7 kërcime, me të vërtet luftoj sonte si luan Eric Kopes. Anderson depërton nga ana e kundërt e tabelës. Gjuan nuk realizon, kërkon faul atje Anderson. Zeqiri, derisa ishte në tokë Anderson, Zeqiri nuk e shfrytzoi atje rastin për të shkuar deri në fund, e bën këtë Wendell Green, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Anderson, dhe nëse nuk gaboj, kjo është personalja e 4-3 e Andersonit. Po, personalja e 4 dhe Anderson është lojtari i pari i cili rrezikon përfundimin e ndeshjes para kohe. Lojtari kryesor i vllaznimit deri tash me 18 pike, 10 kërcime, double-double të ti. Trey Anderson, anën tjetër, lojtë të shkëlqyeshme. 3 lojtarë të bashkimi. Green me tashmë 15 pik. I hatashëm është Wendell Green, 9-9 nga vija gjuajtjeve të lira. E të shofim nëse do të bëj 10-10 nga penalet. Po, i pagabueshëm. Fantastik është Wendell Green.
16 pikë të tij, 10 nga vija gjuajtjeve të lira, është fauluar 6 herë sonte. Walker, depërto, qfar blokade e Eric Copesit, si me magnet, thot jo zotni, këtu s'mund të kalësh. Për shëndetet atje në nga Shabanin, Eric Copes, me të vërtet sonte mbrojtje të hatashme ka luajtur Eric Copes, është kjo blokada e 4 e Eric Copesit. 3 minuta e 35 deri në fund, 7 pike përsia maksimale të cilën e pati Bashkimi në lojë sonte. Dom Poloshka e humb këtë top, Zeqiria vjedh kundër sulmi shpejt, Williams për Bunjakun, kërkon Sasha Jankovic të ngadalsojnë lojën, të kenë durim në organizimin e sulmit. Zeqiri dhe Koshi dy fishohet, Copes atje lufton dhe realizon për 51-60. E kjo është shepërsia më e lartë prej plus 9 të cilën e ka Bashkimi në finish të ndeshjes. Ariana Zemi për Trey Andersonin, lanson dhe treshën e qëllon. Trey Anderson, treshja e 4 të ti nga 6 tentime për të afru në 53-60. Dramarin maksimumin. Green për ball e ka Walkerin. Green dhe Walker, Green depërton dhe Walker e blokon. Azemi për Walkerin, nuk zhuan kësaj radhe për 3 pik, dhe në anën tjetër, ati Koshi kërkon atje që të përbirohet e pret Andersonin në kënd atje, në vrikosët trajneri Sharin, time out, kërkon Jeronimo Sharin, edhe njëherë treshja e Eric Copesit është, më falni, Trey Andersonit, ishte kjo treshja e 4 të ti, 21 pike, 10 kërcime, double nga Trey Anderson. Në anën tjetër, më efikasi Wendell Green, 16 pikë të ti, ka dhe 5 asistime, por ajo që është karakteristike Wendell Greenit është efikasiteti perfekt nga vija gjuajtjeve të lira, 10 gjuajtje të lira, të gjitha të 10 të sakta, i hatashëm, lojë të shkëlqyeshme, po bën edhe Eric Copes me 14 pike, 8 kërcime dhe 4 blokada, si dhe Lejson Zeqiri, cili u zgjua në pjesën e dytë, 2 treshe i realizoi, 12 pike, 4 kërcime. Në anën tjetër të vetmit me pikë 2 shifrore, pra përveç Andersonit është edhe Ariana Zemi me 13 pikë, 7 kërcime, 5 asistime. Jason Gjitobo i ka 3 shtatëshe, 7 pikë, 7 kërcime dhe 7 topa të humbur. Pra nga 12 topa të humbur të komplet skuadrës vllaznimit, 7 i ka humbur Jason Gjitobo. Sonte nga pozitat nën kosh i huqi 5 tentime të lehta. Walker për Koshin, pran ti është Williams. Ariana Zemi e pranon nga Koshi, tenton, nuk realizon. Mirë po Anderson kërcen. Walker tenton, nuk realizon. Edhe njëherë atje hidhet në parket. Luftarak është atje Dom Poloshka. Mirë po topi do të jetë për Bashkimin, i cili ka 6 pike përsi. Green. Luft atje mes Koshit dhe Bunjakut. Dyfishimi Bunjakut nga Poloshka dhe Walker, i vetmuar në kënd. Jason Zeqiri lanson dhe treshën shumë të rëndësishme e realizon për 54-63. E rikthene përsim prej 9 pikëve.
Poloshka për Arjan Azemin, 90 sekundat e fundit. Azemi për Poloshkën, depërton atje për Azemin. Anderson i vetmuar tenton për 3 pikë dhe në treshe përgjigjet me treshe. Qfar loja adhurus të basketbolit. 57-63 në momentin kur u relaksuan paksa me atë treshën e Lejson Zeqirit. Ishte treshja e trete Lejsonit dhe pika ti e 15. Në anën tjetër erdhi përgjigja nga Trey Anderson. 24 pikë të ti. Treshja e 5. Time out kërkoj me njëherë trajneri Janković. Drame madhe po zhvillohet edhe në Ferrand adhurus të basketbolit, edhe atje 1 minut para se të përfundoj ndeshja. Ylli ka 5 pike përsi ndaj Trepqës, 76-71. Edhe njëherë Trey Anderson në asistim të Arjan Azemit. Shtat kërcime, 6 asistime nga Arjan Azemi, cili ka 13 pikë, ja këtu Lejsoni 15 pikë të realizuara, prej tyre 3 treshe, e në anën tjetër 24 pikë të Andersonit, i cili ka 5 treshe nga 7 tentime. Me të vërtet ishte snajperist i hatashëm sonte. Azemi dhe Green. Azemi tenton t'ja vjedh Greenit. 2 fishot atje, Williams depërton te kopsi e pason, nuk shënon, por Lejson Zeqiri vendimtar me kërcim në sulm dhe realizim. 57-65 plus 8 Arjan Azemi. Williams është pranë ti, në thelsi Anderson. Aj, në rikverc atje realizon Trey Anderson. 26 pikë të ti, plus 6 për bashkimin, 46 sekonda deri në fund. Green dhe Poloshka shkojnë me sulm të gjatë. Lojtarët mysafir, Green dhe Poloshka. Edhe 6 sekonda. Walker depërton atje Williams dhe vjedh këtë top koshi. Aj, ka bon atje topin e vjedhur e huq dhe personale e Don Poloshkës. E tani kemi hedhjet gjysandeve në parket. Dhe referët ndërpren lojën. Wendell Green do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. 100% i sakt sonte. 11-11 Wendell Green i pagabueshëm, 17 pikë të Greenit. 11 nga vija gjuajtjeve të lira sonte, me të vërtet 7 faulla janë bërë ndaj tij. Realizon edhe gjuajtjen e lirë të 12 nga 12 tentime, 12 gjuajtje të lira të realizuara për 59-66. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. 59-67. Pika e 18 e Wendell Greenit, 12-12 nga vija gjuajtjeve të lira, ndërsa vendimtar lirisht mund të themi adhurues të basketbolit në këtë çerek të katërt ishte Lejson Zeqiri me treshet e tij, sidomos me atë kërcimin dhe shënimin në sulm 2 herë në fakt kur u përvoll
17 pik, 5 kërcime. Edhe 2 topa të vjedhur nga Zeqiri, në anën tjetër pra edhe Wendell Green edhe Zeqiri ka nga 17 pik, 14 i ka Eric Copes, i cili u mundua që ta zëvendësoj dhe plotësoj mungesën e Gjevoj McKinnisit, të lënduar me dorë të thyer dhe i cili do të mungoj për 6 javë. Anderson me këtë shënim, dhe thash parës në rikvers të shofim, ka dhe 21 sekonda loj, 8 pike përsi për Bashkimin. Azemi për ballë ka Williamson. Azemi do të tentoj për 3 pik, Samir Zekiqi nuk e lejon hapsin. Mbrojtje e fortë atje, Zekiqi shkakton personale. Tani e kanë plotësuar bonusin. Edhe 15 sekonda deri në fund të duelit. Bashkimi është në prag të fitores, ndërsa Golden Eagle Ylli po udhëheq me 10 pike përsi në ndeshjen tjetër dhe sipas gjitha gjasave Bashkimi do të ruaj për pak atje tentim për 3 pik, 3 gjuajtje të lira për Trey Andersonin. 82 me 74 ka përfunduar dueli në Therand. Do të rishikohet situata edhe një herë. Ky faulli i fundit. U rishikuar rastin nëse ishte për 2 apo 3 pik. Do të jenë 3 gjuajtje të lira për Trey Andersonin. Pika 27 e Trey Andersonit, i cili pati një shfaqje të mrekullueshme, mirë po vetëm sonte nuk arriti të bëj më tepër. 27 pik, 11 kërcime të Trey Andersonit, 5 treshe nga 7 tentime, me të vërtet ishte i mrekullueshëm. 28 pik të tij, timeout ka kërkuar kësaj radhe trajneri Jankovic. 61 me 67, ndërsa kanë mbetur edhe 8 sekonda loj. Adhurues të basketbollit, atë që paralajmërova në fillim, me të vërtet do të jetë shumë nxehtë. Ja pra, pas disfatës të cilën e përjetoi Trepça kundër Golden Eagle Yllit në Therand. Tani Sigal Prishtina dhe Trepça barazohen me fitore e humbje nga 15 fitore 8 humbje, ndërsa Bashkimi do të shpërthen në pozitën e parë me 16 fitore e 7 humbje, pra do të jetë lider pas 23 gjirove. Peja në pozitën e 4 me 12 fitore e 11 humbje, ndërsa Vllaznimi do të mbetet në pozitën e 5 me 11 fitore e 12 humbje. Golden Eagle Ylli tashmë ka realizuar edhe fitoren e 10 dhe e forcon pra pozitën e 6. Shfrytëzon gabimin të cilin brëm kundër Sigal Prishtinës e bëri Bora. 8 sekondat e fundit. Max Smith, Walker shkakton faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira ndaj për Max Smithin. Max Smith, i cili ka një efikasitet prej 70%. Sonte Max Smith në pjesën e parë gjuajtje 2-1. E huq, Arjan Azemi, 4 sekonda deri në fund. Dhe ndeshja mbyllet 61 me 67, fitore e skuadrës së Bashkimit, e cila kështu e merr kreun e tabelës. Dje
PEA fitoi 98-79, Sigal Prishtina 72-67, ndërsa sonte pra Golden Eagle Ylli fitoi me rezultat 82-74 në Theran dhe Bashkimi me rezultat 67-61. Definitivisht treshja cila udhëhoqi Bashkimin sonte ishte Wendell Green me 18 pikë, duke shënuar 12 gjuajtje të lira nga 12 tentime, 17 pikë Lejson Zeqiri, cili ishte vendimtar në qerekun e 4 me lojën e tij treshe dhe ato kërcimet në sulm dhe shënime, dhe Eric Kops. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e dy trajnerëve.